është nga ferma në të ardhme, siguria ushqimore dhe transparenca në zinxhirin e furnizimit. Duhet thënë se siguria ushqimore është shumë e rëndësishme për të mbrojtur shëndetin e njerëzve dhe për të ndërtuar besimin tek produktet ushqimore që ne konsumojmë. Shqipëria po punon që deri në vitin 2030 të ketë një sistem ushqimor të sigurt dhe të qëndrueshëm. Kjo sigurisht rrit transparencën dhe ndihmon që produktet tona, pra teknologjia në monitorimin e sigurisë ushqimore dhe zinxhireve të furnizimit ndihmon që produktet jenë më të kontrolluara, por a jemi gati ne ta bëjmë këtë sistem pjesë të përditshmërisë tonë. Dhe a jemi gati ne si shoqëri, si institucione për të përmbyllur këtë rrugtim të ngjeshur në kohë dhe për të prekur finishin e 2030-s. Për të diskutuar më gjerësisht për këtë temë, unë kam të ftuar në panel sot zotin Arjan Jaullari, zëvendës ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Përshëndetje, mirë se erdhët. Zonjën Ylka Allaraj, përfaqësuese e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Zonjën Jona Boçi, drejtoresh Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Zotin Fetaj Lezi, ekspert i inxhinierisë së farrave. Si dhe zonjën Ledi Meraj, drejtoresh ekzekutive e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës. Mirë se erdhët. Atëherë fjalën fillimisht për zotin. Okej. Fillimisht fjala për ju, zonja Ledi Meraj, teknologjia dhe roli i saj në monitorimin, në sigurinë ushqimore dhe në këtë temë për cilën ne po diskutojmë sot. Po, faleminderit për ftesën që të marr pjesë në këtë panel, edhe është një temë shumë e rëndësishme. Do ishte pak e mundur të flas pak për Agjencinë e Inovacionit dhe të Ekselencës në kuadrin e përkushtimit që ka qeveria shqiptare në krijimin e kësaj agjencie. Është një agjenci e re, e krijuar në janar të vitit 2024. Unë u ftova mbas 25 vjetësh në Amerikë si eksperte teknologjie për të ardhur për ta ngritur nga fillimi këtë agjenci, sepse pash me dëshirën e mirë për të kontribuar në Shqipëri, pash edhe dedikimin shumë të madh të qeverisë shqiptare me iniciativën e kryeministrit për të nxitur inovacionin në qeverinë shqiptare. Është një agjenci që është shumë unike në botë, edhe në qeveritë e tjera, është parë me shumë interes nga Bashkimi Evropian, dhe roli i agjencisë është që të nxjisë inovacionin në Shqipëri nëpërmjet dhe në administratën publike, nëpërmjet angazhimit të ekspertëve të ndryshëm në teknologjitë përkatëse. Jemi të organizuar me qendrat e inovacionit dhe të ekselencës në çdo ministri të linjës, dhe si rrjedhim po kemi filluar ato filizat e qendrës së inovacionit dhe të ekselencës për Ministrinë e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural. Dhe kjo tregon që ka një përkushtim të jashtëzakonshëm nga ana e qeverisë për ta përdorur inovacionin si një nga vehicles, makineritë ose mjetet që ta shtyjë Shqipërinë drejt hyrjes në Bashkimin Evropian dhe sigurisht të përmbusë ato kërkesa që rrisin mirëqenien e qytetarëve. Kështu që në këtë kuadër them që përkushtimi është shumë i madh dhe kemi filluar dhe bashkëpunimin me Ministrinë e Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural në adresimin e problemeve të ndryshme që duhet të adresohen nëpërmjet inovacionit. Edhe përgjigjja shumë e shkurtër është po, inovacioni e ka mundësitë që të na çojë neve aty ku kemi nevojë të shkojmë dhe duhet të shkojmë. Faleminderit, zoti Jaullari. Roli i Ministrisë së Bujqësisë dhe çfarë po bëhet konkretisht në këtë aspekt? Ne jetojmë në kohën e transformimeve të mëdha dhe sigurisht që gjëja kryesore tash është teknologjia. Dhe ngritja e kësaj qendre, kësaj agjencie, është një risi shumë e madhe për ne, por edhe mentaliteti se ku duam të shkojmë dhe i atyre njerëzve të angazhuar për ta bërë këtë gjë, fillon të reflektoj nga lart poshtë. Sepse kjo është përçimi i informacionit. Por deri ku? Agjencia do ta përçojë informacionin deri tek
ato qendra të cilat e transferojnë tek fermeri. Po si do transferohet kjo te fermeri? Jemi në një transformim total të mënyrës se si duhet të shkojë çdo gjë tek fermeri për qëllimin final, për zbatimin e teknologjisë dhe të jemi konkurrent në treg, se ne do shkojmë në Europë. Dhe me se do shkojmë në Europë, kur ti nuk zbaton teknologjinë, nuk zbaton sistemet, nuk merr parasysh kostot dhe efektivitetin e prodhimit, ti si e konkurrent në treg. Pra, qëllimi kryesor i këtij zinxhiri është që në çdo hall të kontrollohet nëpërmjet sistemeve. Por, e dyta, sistemet të ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe kush i shikon sistemet? Te profesionalizmi, tek njerëzit që janë profesionistë në të gjitha hallkat e këtyre sistemeve, sepse ne sot vuajmë, nuk kemi agronom, nuk kemi veteriner, kemi shumë jurist, ekonomist, pafund, pak biolog, pak zoteknik, fare, zero, dhe si mundet që këta profesionistë t'i qasim, t'i mësojmë dhe të zbatojmë teknologjinë dhe të nxisim për të shkuar në universitet dhe në shkollat e formimit profesional njerëz të aftë të cilët nesër janë të gatshëm të zbatojnë teknologjinë. Ky është qasja jonë. Në këtë drejtim po punojmë. Ledi ka erdhur këtu edhe po na kthjellon, por ne duhet ta mbushim. Sepse siguria ushqimore në fund fare është ajo që detyrimi jonë, është mision i Ministrisë Bujqësisë. Nuk është një detyrim thjesht, po është një mision. Dhe që ta bëjmë këtë mision duhet të parë të dimë, të duam dhe të ndjejmë. Po s'ditëm, po s'deshëm dhe nuk ndjejmë, ku jemi ne? Si përfaqësohemi ne tek publiku, tek konsumatori? Cili është besimi? Shpeshherë ky besim është i lëkundur. Se janë sfera shumë të ndjeshme. Për ditë ne përballemi me ushqimin. Dhe për ditë themi mandarina doli me pesticide, kjo na doli me mbetje mbi normat, qumshi me aflatoksin. A duket sikur jemi në një amulli totale, nuk është kështu. Atëherë ne duhet ndryshojmë perceptimin. Edhe si bëhet kjo? Me teknologji. Duhet ta gjurmojmë në të gjitha hallkat e zinxhirit të prodhimit. Unë kam qenë farmacist, jam edhe keni parë një pull të barnave të 2005-s që është vendosur në çdo kuti bari. Kemi qenë atëherë, kemi bërë një reformë shumë të madhe, por ajo mbeti aty, ajo pull nuk është e teknologjisë së sotme, nuk lexohet ajo pull me lexuesin automatik. Po ta bëjmë këtë në sistem për gjitha, edhe për barnat, edhe për PMB-t, produktet e mbrojtjes së bimëve, edhe për barnat veterinare, edhe për të gjitha. Pra vetëm ka ardhur momenti për ta bërë këtë gjë. Sepse kështu e kemi të garantuar që do ta kontrollojmë në gjitha hatkat e zinxhirit. Dhe unë dua të them që ne kemi të gjithë ata punonjës që sot punojnë në Ministrinë e Bujqësisë. E para, duhet që fermerët tanë t'i mësojnë, por duhet jemi të ditur vetë. T'ju japim teknologjinë e duhur për ta zbatuar në praktik. Ta transferojmë atë nëpërmjet qendrave të transferimit teknologjive. Ne kemi 5 qendra të transferimit teknologjive. Dhe këto të 5 qendrat dikush mbron një temë diplome dhe pastaj tema e diplomës mbetet në universitet, tema e diplomës mbetet në auditoret e dikujt, mbetet në zyrat e drejtorit e tjera, por se sa efektive është kjo për ta zbatuar dhe për ta përçuar teknologjinë që fermeri të rriti, apo në varietetet e ndryshme. Ne kemi tashmë një përfarat autoktone. Profesori mund të flasë dhe më gjatë, po kështë agroturizmi, ky është qëllimi. Po çfarë? Po ato mandra që vinë nga Italia, pa italianët janë atje, pse të vinë të janë në Shqipëri. Duhet që ne
sepse dy janë elementet kryesorë të zhvillimit tek ne. Unë mendoj që turizmi dhe agroturizmi është një nga shtyllat kryesore minimalisht dhe për 10 vitet e ardhshme, por dhe blegtoria. Blegtoria, sidomos blegtoria e imët, është një nga ato mundësi që ne të shkojmë tek tradita dhe këtë tradit pasaj të arrijmë që ta përçojmë edhe tek tjerët. Ne duhet të mbushim malet me blegtori, po si? Me një projekt teknologjik, me një teknologji me atë që ishim, se si duhet të dim në çdo moment se ku janë kullotat, ne nuk kemi ngritur sistemin e verifikimit të tokave. Nuk e kemi, pra duhet ky sistem. Është detyrim që të shkojmë në Bashkimin Evropian, por dhe të kullotave. Ne e dim sa kullota kemi dhe sa sipërfaqe, por nuk e dim se kjo kullot ndodhet sot në këtë gjendje. Apo kjo tokë ndodhet sot në këtë gjendje. Sepse dy sistemet shumë të rëndësishme që janë për të ngritur, janë dhe detyrim, janë ato që duhet pastaj nesër që në çdo fermer, edhe kur zbaton teknologjinë, edhe kur mbjell, edhe kur kërkon mbështetje, ka mundësi që të verifikohet dhe të kontrollohet dhe t'i pritet rruga abuzimeve. Kështu që të gjitha këto janë element të një pune shumë të madhe, Ministria e Bujqësisë është shumë e madhe. Kush e di, kush punon te Ministria e Bujqësisë, duhet ta di, por dhe kush ka ardhur te Ministria e Bujqësisë, nga ministrat ka ardhur dhe ka ikur, ka kuptuar që aty është një gjë shumë e madhe. Unë kam 7 vite që punoj te Ministria e Bujqësisë. Kam punuar te shëndetësia nga 15 vjet fare, por gjithmonë e kam thënë dhe nuk dua ta përsëris, por për ta mbyllur fjalën me këtë, nëse Ministria e Shëndetësisë është kaq, Ministria e Bujqësisë është kaq. Pse? Shëndetësia ka mision të prodhoj shëndet për jetën kur ne jemi të smur. Kur smurem. Se shëndeti parandalus, duke llogaritur raportin midis shëndetit parandalus dhe shëndetit mjekus, është një raport i drejtë, kurse bujqësia prodhon jetë të shëndetshme në gjithë hallkat e jetës. Që nga embrioni e deri në fund të jetës. Është ushqimi në të gjithë këto elemente. Dhe ky është baza jonë. Dhe pa e njohur dhe pa e digitalizuar atë që mund ta kontrollojmë në çdo moment dhe të bindemi vetë që ky vetë kontroll, ky autokontroll i gjithë atyre operatorëve që operojnë me ushqimin të jetë një nga elementët në qendër të vëmendjes. Pra çdo njeri duhet të mendojë që unë po i jap shëndet çdo ditë me ushqimin njerëzve. Po i jap jetë, nuk po i jap sëmundjen, vdekjen. Kështu që këtë duhet ta kemi parasysh. Faleminderit. Edhe është e 31-ta herë që këto gjëra janë diskutuar dhe ridiskutohen, por sigurisht se është ai ligji i zhvillimit në formë spirale në një cikël më lartë, nëse vjet ishim këtu, si vjet jemi pak më lartë dhe vitin tjetër do shkojmë akoma më lartë, që deri në bashkimin, deri në 2030 të jemi bashkë në Bashkimin Evropian dhe aty pasaj ca gjëra do shkojnë shumë më mirë se sa sot. Por duhet të bindemi që do shkojnë shumë mirë se sa sot, se një pjesë të njerëzve kemi një përgjegjësi shumë të madhe, mund të shkojnë ndonjëherë edhe më keq se sa sot. Kështu që përgjegjësia është e jona për të vendosur sot një gur themeli, për t'i mësuar njerëzit, për t'i përgatitur për të shkuar në Bashkimin Evropian. Se ndryshe nuk do të arrijmë të jenë të gatshëm për të përballuar tregun evropian. Bashkimi Evropian është treg. Dhe tregu ka rregullat e tij, ka edhe konkurrencë, ka edhe besueshmëri, ka edhe ndeshmëri, po është e fundit. Faleminderit. Faleminderit zoti Auklari. Unë dua të kaloj fjalën zonjës Ylka Allaraj, përfaqësuese e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, një institucion shumë i rëndësishëm i cili luan një rol shkencor dhe teknik në garantimin e cilësisë ushqimit.
Fjala për ju. Siguria ushqimore është një mision dhe është një disiplinë më vete. Është mision për autoritetin kombëtar të ushqimit, por është edhe detyrim ligjor, sepse ne si autoritet e kemi detyrim ligjor që të ofrojmë te konsumatori shqiptar dhe evropian një produkt të sigurt dhe cilësor. Dhe ky produkt i sigurt dhe cilësor, normale që janë institucionet kompetente që e monitorojnë, që e kontrollojnë në të gjithë hallkën e zinxhirit, nga ferma deri në tavolinë, deri te konsumatori fundor. Po si kontrollohet dhe si mund të bëhet e mundur ky kontroll? Ky kontroll mund të bëhet e mundur duke kontrolluar nëpërmjet sistemeve digjitale dhe jo digjitale të gjithë sistemin, që nga ferma deri në tavolinë. Autoriteti kombëtar i ushqimit operon me operatorët e biznesit ushqimor, të cilët prodhojnë, përpunojnë, ambalazhojnë, tregtojnë dhe hedhin në treg produkte ushqimore. Këto produkte duhet të gjurmuar dhe është sistemi i gjurmëshmërisë ajo që bën të mundur që neve si institucion të mos dërgojmë te konsumatori fundor një produkt të sigurt, të pasigurt, por produkti të jetë i sigurt brenda normave dhe parametrave dhe standardeve që kërkon një produkt ushqimor. Siguria ushqimore është një disiplinë dhe disiplinë më vete që duhet zbatuar me rigorozitet. Pse? Sepse është e lidhur drejt për drejt me shëndetin e konsumatorit. Operatorët tanë të biznesit ushqimor kanë një sistem gjurmëshmërie. E monitorojnë një sistem gjurmëshmërie. Sepse ajo kontrollohet nga trupat inspektuese të autoritetit kombëtar të ushqimit. Në planet që kemi neve vjetore për kontrollin e operatorëve të biznesit ushqimor, ku ne i kategorizojmë si operator të biznesit ushqimor me risk të mesëm, të ulët dhe të lartë, ati ku na kontaminohet produkti dhe mendojmë se ka një risk të lartë për konsumatorin, ati është edhe fokusi më i madh. Nëse ne kemi një sistem gjurmëshmërie të digitalizuar, atëherë ne bëjmë të mundur që ta kapim në kohë produktin nëse kemi një rast alert, ta tërheqim në kohë reale produktin aty ku na ka ndodhur problemi dhe të mos e lejojmë këtë produkt të shkojë te konsumatori fundor. Kohët e fundit shpesh herë janë bërë mediatike shumë raste që ne i kemi kapur, alerte, që janë alerte të produkteve ushqimore të importuara edhe vendase. Me bindjen time këtu po ju them që në kohë reale, po në kohë reale gjysma e orës është e shumt për neve që të veprohet direkt sa mirret alerti. Autoriteti kombëtar i ushqimit operon me një sistem që është sistemi i menaxhimit të alerteve, si alertet që ndodhin brenda në vendin tonë për produktet ushqimore, por ne kemi edhe Rasfin, edhe Infosanin, që janë dy sisteme që dua të dalë përsëri tek pjesa e digitalizimit që na vijnë në kohë reale, të cilat na vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian edhe alerte ndërkombëtare. Ajo çfarë na vjen neve në momentin e alertit, për atë drejtori që vjen, e cila vjen në mënyrë të menjëhershme, veprohet me ndjekjen e produktit, ndjekjen e sistemit të gjurmëshmërisë, ku që nga lënda e parë dhe deri te produkti përfundimtar. Nga ka ardhur ky produkt, kush është origjina e këtij produkti? Dhe doja të thoja se neve jemi në kuadër të një ristrukturimi të inspektoriateve për të bërë nga ferma në tavolinë, sepse ne vërtet sot bashkëpunojmë me institucionet për një qëllim të vetëm, siç është për shembull pjesa e fermave që është Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, që neve nëse na vjen alert, ne operojmë me këtë institucion dhe hidhemi në veprim.
apo Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë që na sjell her pas here në kohë reale alertet për produktet që analizon nga kontrollet zyrtare. Në këtë kuadër dhe për plotësimin e standardeve të BE-s, në kuadër të përfshirjes për hapjen e kapitullit të 12, neve punojmë së bashku me këto institucionet dhe në një periudhë të mëvonshme do bëhet i gjithë sistemi inspektoriateve me qëllim gjurmimin e produktit nga ferma në tavolinë. Nëse aktualisht sot një pjesë e ka AKVMB-ja dhe një pjesë e ka AKU-ja, neve do bëhet zinxhiri ushqimor do funksionoj si një i vetër, duke u inspektuar nga trupat inspektuese të këtyre institucioneve. Neve arritje janë bërë për pjesën e informimit të fermerit, të operatorit të biznesit ushqimor dhe të nxjerrjes së rezultateve në kohë reale. Unë do thoja si një risi që ne kemi bërë si institucion për posë gjithë të tjerave, ne kemi shkurtuar shumë kohën e operatorëve të biznesit ushqimor edhe për pjesën e aplikimit të etiketave. Ne kemi një sistem digital ku operatorët e biznesit ushqimor online mund të hyjnë dhe të aplikojnë për një etiket të një produkti ushqimor që ai do ta hedhë në treg dhe pasi filtrohet nga institucionet tona, nga Drejtoritë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, për çdo lloj gjëje informohet në kohë reale operatori i biznesit ushqimor. Pra, digitalizimi i sistemeve në funksion të sigurisë ushqimore për mua është një risi. Faleminderit. Faleminderit ju për fjalën. Unë duhet t'ja kaloj fjalën profesor Fetaj Lezit, ekspert i inxhinierisë së farave, për të folur pikërisht për atë që është fillesa. Patjetër. Atëherë, po ja kaloj fjalën zonjës Jona Boçi, drejtoreshe e Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, institucioni i cili ndoshta është ndër më të rëndësishmit në zinxhirin e furnizimit, në monitorimin e nga ferma në tavolinë. Faleminderit për ftesën për të marrë pjesë në këtë panel. Sigurisht laboratori referencës ose qendra kombëtare e referencës shqyen bazuar legjislacionit ton, mund ta them me shumë bindje dhe krenari në 27 vite punë që është thëmbra e akilit të zinxhirit kontrollit në aspektin e sigurisë ushqimore. Dhe nëse dy parafolësit thanë që siguria ushqimore është mision, ne sigurinë ushqimore i quajmë siguri kombëtare. Dhe mund të them që përsa i përket pjesës i integrimit, pjesa e sigurisë ushqimore dhe kapitulli 12 është ndër të parët që e ka filluar rrugtimin e vet për plotësimin e standardeve, që fillimisht filloi në mbështetje të eksporteve të para shqiptare, ishte kërkesa e operatorëve të biznesit dhe zhvillimi i hovi që mori hapja e tregut të Shqipërisë ndaj vendeve të BE-s dhe grindës së operatorëve tanë të biznesit lidhur me eksportet, ishte fillesa që e detyroi në një farë mënyrë shtetin shqiptar nëpërmjet instrumentave të vet, duke filluar nga politikbërja që është Ministria e Bujqësisë dhe drejtë institucionet e varësisë ku krijua dhe AKU-ja si autoritet inspektues për të siguruar zinxhirin e prodhimit, por edhe autoritetin kombëtar të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve, i cili siguron shëndetin e kafshëve në fermë dhe sigurisht edhe të produkteve me fermave dhe serave që flasin për produkte me origjinë bimore, janë dy institucione inspektuese dhe sigurisht laboratorin e referencës, i cili në detyrën e vet ka të sigurojë standardin e produktit. Dhe si sigurohet standardi i produktit? Nëpërmjet standardeve laboratorike, të cilat janë të detyrueshme dhe rrjedhin të gjitha nga rregulloret e BE-s.
mund të themi që e kemi filluar procesin e akreditimit në 2010-ën, auditin e parë kemi pasur që në 2008 nga Bashkimi Evropian, që institucioni i vet i Bashkimit Evropian për sa i përket sigurisë ushqimore quhet DigiSante, prej të cilit rrjedhin të gjithë rregullat dhe të gjitha auditet e kontrollit ndaj të gjithë instrumentave të Ministrisë së Bujqësisë, dhe kemi ecur gradualisht dhe hap pas hapi, sepse duhet kemi në konsiderat që ashtu siç tha dhe zëvendës ministri, përgjegjësi për sigurinë ushqimore për kapitullin 12, është një zinxhir shumë i madh. Është një zinxhir shumë kompleks dhe vetëm kontrolli i këtij zinxhiri me hapat maramendës që ecën bizneset shqiptare, zhvillimi i ekonomisë, por njëkohësisht dhe kërkesat e BE-s, dhe e parë kjo edhe me sfidat që ne po ndeshemi gradualisht me ndryshimet klimaterike, me smundjet e ndryshme që shpërthejnë në të gjithë rajonin dhe Europën, jo vetëm në Shqipëri, por sigurisht dhe ndryshimet e menjëhershme për produktet që përdoren në BIM apo për produktet që përdoren për të ruajtur shëndetin e kafshëve kanë ndryshime rrënjësore lidhur me normat dhe nivelet që duhet të përdoren, janë kaq maramendse brenda një viti dhe një afati kohor shumë të shkurtër, që na vë përballë një sfide shumë të madhe për t'ju përgjigjur këtyre normave dhe kërkesave dhe që sigurisht janë të gjitha përfundojnë në mbrojtjen e konsumatorit. I pari është konsumatori vendas, i dyti kemi detyrimin ligjor, jo vetëm për t'i mbrojtur eksportet shqiptare për investimet që kanë bërë bizneset tona, dhe duhet jemi krenar për këtë, por sigurisht edhe duhet sigurojmë rritjen apo zgjerimin e produkteve që janë të listuara për eksport ose operator biznesi të ndryshëm që kërkojnë të eksportojnë. Dhe detyrimi i Ministrisë së Bujqësisë është të sigurojë regulatorin, që është legjislacioni, i gjithë i përafruar me regulatorin e Bashkimit Evropian dhe punohet intensivisht, është punuar shumë. Sigurisht ligjet kanë procesin e vet të miratimit, që fillojnë nga përgatitja nga ana teknike dhe juridike nga ministrit respektive dhe në këtë aspekt e them teknik, sipas fushave përkatëse dhe përfundojnë në parlament dhe në gjithë procesin e vet juridik për të miratuar. Por ajo që është shumë e rëndësishme është që pavarësisht përpushmërisë së legjislacionit që ka pasur ndryshime dhe ndarjet e veta nga Bashkimi Evropian dhe është punuar dhe janë miratuar 2 ligje dhe janë 2 të tjera draft, kjo nuk na pengon që rregullat dhe aktet ligjore që rrjedhin nga këto ligje të na pengojnë në zbatimin e këtyre rregulloreve në punën tonë të përditshme. Lidhur me digitalizimin, e cila ka qenë një risi e qeverisë në këto vitet e fundit, mos bëj ndonjë lapsus në aspektin e viteve, 2 vite, 3 vitet e fundit, të gjitha institucionet e varësisë të Ministrisë së Bujqësisë dhe vetë Ministria e Bujqësisë, secila, duke qenë që siç e theksova jemi ndër të parë që kemi filluar rrugtimin e integrimit në BE, dhe pa e ditur mirë se ç'na priste, të jemi realist, po ishte kërkesë imediate e kohës nga operatorët e biznesit, ka sistemet e veta elektronike, të cilat lidhen me sistemet e gjurmëshmërisë. Sigurisht edhe ne kemi sistemin ton, LIMS, të informacionit të dhënave laboratorike, AKU-ja ka sistemet e veta të gjurmëshmërisë, Ministria ka sistemet e veta të identifikimit lidhur me kafshët, por siç e tha zoti Jauklari, ka kërkesa edhe për studimet e tokave, sipërfaqes së tokave, po edhe të analizës së tokës, se me ndryshime klimaterike dhe me përdorimin e shpesht lind nevoja për të patur një sistem elektronik edhe për analizën e tokave ku i kemi ato më mbjellse dhe ku i kemi ato që janë përdorur shumë dhe çfarë duhet të bëjmë për t'i pasuruar këto toka. Ajo që ka ardhur koha sot dhe që do jetë detyrim deri në 2030-ën për të bërë antar është lidhja e këtyre gjithë sistemeve elektronike, networku që i themi ne në gjuhën tonë teknike, të gjithë sistemeve elektronike, ku futen dhe sistemet elektronike të pikave doganore, ku hynë produktet e importit, edhe sistemet e gjurmëshmërisë për operatorët e biznesit, dhe sistemet që kanë vetë operatorët e biznesit për gjithë zinxhirin e prodhimit, dhe sistemet tona për kampionet ose le të themi për inspektimet lidhur me kontrollet zyrtare të produktit, bazuar një vlerësimi risku, i cili është i bazuar sigurisht në normat dhe rregullore të BE-s
nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë, dy institucionet inspektuese, dhe përfundojnë me analizat që ka institucioni jonë. Që do të thotë nga njëra anë, kemi të bëjmë me digitalizimin e gjithë zinxhirit fork to farm, por nga ana tjetër, inovacioni duhet lidhet edhe me metodologjitë që ne përdorim. Si metodologjitë e prodhimit, teknologjitë e prodhimit, teknologjitë e mbashtimit, por dhe teknologjitë e analizave që ne përdorim në për laboratorët tanë. Dhe mund të them që atë këtyre viteve kemi paktën për pjesën e, sepse operatorët e biznesit e kanë detyrimin e vetë për mirësimin dhe futjen e risive teknologjive të reja, sepse u shërben atyre në cilësinë e prodhimit, në rritjen e numrit të prodhimit, në sigurinë e prodhimit që del në treg, por në aspektin ton, me projekte të ndryshme IPA të Bashkimit Evropian, kemi marrë goxha fonde të cilat, duke qenë që jemi qendër kombëtare referencë dhe kemi detyrim harmonizimin e metodologjive që përdorim dhe sigurimin e gjithë produkteve, përdorim teknologjitë e fundit dhe metodat e fundit që lidhet me analizat dhe rezultatet që ne nxjerrim. Ka punë ende, sigurisht që ka shumë punë. Është bërë shumë punë dhe shpesh kur kthejmë kokën pas dhe shohim sa punë kemi bërë, kur kthejmë përpara dhe themi ku do vemi, na duket sikur s'kemi bërë asgjë, sepse kërkesat midis operatorit të biznesit dhe Bashkimit Evropian ecin me hapa maramendës. Kështu që gjithë kohës jemi në punë 24 në 24, është sektori më i vështirë. Gjithë kohës minimumi në këtë 3 vjeçar auditet që kemi nga Digisante, nga Bashkimi Evropian, janë çdo 3 muaj, nëse më përpara i kemi pasur 2 herë në vit dhe raportonim 1 herë në vit, tani kemi çdo 3 muaj për të gjitha pikat kritike, sepse në fund të ditës, nëse ne themi duam të sigurojmë konsumatorin tonë në radhë parë, Bashkimi Evropian është interesuar të sigurojë konsumatorin e vet për ato eksporte që ne nxjerrim jashtë. Kështu që puna është shumë voluminoze, kemi të gjithë dëshirën dhe vullnetin për të ecur përpara dhe për ta futur vendin në be, por ky vullnet nuk është vetëm i njëansh. Ky vullnet duhet të jetë i gjithëve, që do të thotë e kam thënë shumë shpesh kur më jepet rasti në panele të tilla, pjesa mediatike, ligji i informimit, që ndodh ndonjëherë që keq përdoret nga mediat apo nga mediat elektronike, të themi më shumë, me mënyrën se si përçohet informacioni që ne e quajmë komunikimi i riskut. Vlerësimi i riskut është më i lehtë që bëhet brenda institucioneve të një ministrie, por komunikimi i riskut është më i vështirë, që do të thotë ti duhet i thuash popullatës, publikut, se jemi një shëndet, në qasjen një shëndet, që duhet të ketë kujdes për produktet që konsumon, por nga ana tjetër nuk duhet të mbjellësh panik për ato produkte që ai konsumon. Dhe kur gjithë vendet e BE-s kanë probleme me sigurinë ushqimore, sepse është një zinxhir shumë i vështirë dhe ka pika kritike shumë, jo në aspektin e vështirësisë dhe të kritikës, por në aspektin e fragjiles që në të qindrat e sekondës të çalon në zinxhirin e prodhimit diçka dhe ti në momentin që të shket të del produkti dhe të sjell probleme, duhet të jemi të kujdesshëm në mënyrën se si e raportojmë. Të gjithë bashkë e mbrojmë konsumatorin. Është kollaj për ta vënë gishtin ndaj institucioneve përgjegjëse, por duhet të kuptoni që punohet dhe punohet fort në këtë aspekt. Ju faleminderit. Faleminderit ju. Në fakt, unë doja t'ju pyesja shkurtimisht, si përmarrjet eksportuese në vend, a janë ndoshta pararoja e këtij, le të themi, për ta kuptuar më shpejt Bashkimin Evropian? A janë ato a paraqesin ato një realitet të ndryshëm nga sipërmarrjet vendase? Ju monitoroni gjithë territorin dhe shihni atë. Si rezulton situata sot? Unë jo pa qëllim e thash që edhe vendet e BE-s kanë probleme, edhe vendet e rajonit kanë probleme, edhe e them me bindje dhe po marr rastin më të ndjeshëm që është bërë më shumë mediatik nga të gjitha rastet e tjera, është pjesa e mbetjeve të pesticideve në fruta perime, që në fund vitin që kaloi, ju vu kjo
njoll produkteve shqiptare, po mund të them që përqindja më e madhe e produkteve të kontrolluara ishin eksportet që vinin nga Greqia. Kështu që është detyrë e bizneseve që sjellin produkte importuese që të sigurojnë produktet që sjellin nga vendet jo vetëm të BE-s, por edhe vendet të BE-s, dhe mund të siguroj që produktet shqiptare janë jo për politikë të shtetit, sepse këtu kanë folur edhe si profesionist, por kanë folur edhe si konsumator, që kemi familjet tona, janë shumë herë më të sigurta, dhe duhet të kuptojmë që ashtu si që ka përgjegjësin Ministria e Bujqësisë me institucionet e varësisë në kontrollet e produkteve, ashtu e ka, po aq e kanë dhe operatorët e biznesit që prodhojnë, apo operatorët e biznesit që importojnë, që duhet të kontrollojnë çdo produkt që fusin në treg, sepse shteti e ka të pamundur që të kontrollojë dhe nuk ndodh në asnjë vend të BE-s të kontrollojë çdo lot prodhimi me analizë, sepse është kosto dhe nuk ka kuptim që ai ka disa rregulla që duhet të plotësojë disa standarde për atë produkt që nxjerr në treg, apo të kontrollojë produktet e Bashkimit Evropian, që është me regulator është që ne i referojmë një vlerësimi risku, por nuk kemi të drejtë kush vende është antar i BE-s, e ka tregun e hapur për të hyrë në të gjitha vendet që janë antar jo të BE-s, edhe të BE-s. Është përgjegjësia e tyre për ta kontrolluar produktin. Kështu që në një nga takimet që lidhen me komunikimin dhe vlerësimin e riskut nga Autoriteti Europian i Sigurisë Ushqimore, që kam qenë dikur në planet tona të monitorimit, përpiqeshim që të kontrollonim çdo lot që dilte, dhe sa herë vinin thoshin analizonin shumë, sepse analiza përveç se është kosto, është edhe kohë, të kohën e vetë që ti të përgjigjesh, dhe nëse ti bahesh vetëm nga analiza, ti nuk arrin të kapësh produktin në treg, ose nuk arrin të kapësh produktin që eksportohet. Që nga një vend shumë i pasur, dhe në një nga këto takime duke e shitur si forcë të vendit tonë që kontrollojmë çdo gjë, auditorit dhe kolegët e miqeshëm, dhe përgjigja ishte sa të pasur që ngeni, duke menduar që jemi një vend i vogël dhe nuk kemi kapacitetet e vendeve të Bashkimit Evropian. Që kjo i thonë, vlerësimi i riskut, shteti kontrollon kur e shikon të arsyeshme, por nuk e ka detyrim të kontrollojë çdo produkt që hyn dhe që del nga tregu. Kjo është detyrë e operatorëve të biznesit. Kështu që marrja e informacionit të saktë lidhur mbi përgjegjësitë që kanë si për produktet shqiptare dhe ato që futen nga jashtë janë të ndara dhe nuk vëgishtin gjithnjë ndaj shtetit apo ndaj institucioneve ose instrumentave të shtetit. Faleminderit. Një ndërhyrje shumë shkurt nga Po, shumë shkurt. Me sa kuptova unë, pyetja juaj ishte për dy standardizimin e produkteve që ne eksportojmë. Nëse ka. Absolutisht jo. Po marrë të dyja parametrat, ne të gjithë këtu jemi konsumator. Dhe unë dua të ndërgjegjësoj të gjithëve neve, sepse në fund fare të gjithë neve punojmë dhe në fund ushqehemi, për veten dhe familjen. Nëse do t'i referohemi kohëve të fundit, do ta lidh me këtë pjesën e informimit. Për pjesën është bërë goxha pompozitet nëpër media për mandarinat me pesticide apo mishin me salmonell. Apo rushin, e ardhur nga Italia. Atëherë, ju garantoj këtu që nga operatorët e biznesit ushqimor shqiptar nuk ndodh që të ketë dy standarde. Që të bëj një pjesë të prodhimit ta bëj për konsumatorin vendas dhe një ta bëj për konsumatorin e huaj. Për pjesën e pesticideve, unë po ju them me bindjen time, sepse është pjesa tek fermerët të cilët nuk zbatojnë karencën. Bima, kur trajtohet me pesticide, ka një kohë karence. Dhe kjo kohë e karencës është specifikuar tek etiketa e pesticideve normale për ato të lejuarat. Dhe mund të jetë 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 7 ditë. Por karenca ka të bëj me trajtimin e bimës kur bima është në tokë. Sepse nuk është karenca pasi ne e kemi vjel bimën dhe fermeri thot që po, unë e zbatova karencën, sepse e ka 7 ditë. Apo një trajtim i kafshës antibiotik që duhet 3 ditë për shembull që të dalë nga kafsha, kur kafsha është e gjallë, jo kur theret. Pra ky është problemi, sepse nuk zbatohet karenca. Dhe neve në eksportet që kemi bërë qindra eksporte, dhe referuar atyre çfarë kanë dalë me probleme janë në nivel në një përqindje shumë të ulët.
Kurse, për pjesën e produkteve ushqimore të cilat prodhohen, përpunohen, ambalazhohen, tregtohen në vendet e BE-s, nuk i leverdis operatorit të biznesit ushqimor të punoj me 2 standarde sepse punon me kartë teknologjike. Dhe nuk i leverdis që të ndryshoj kartën teknologjike sepse ka kosto. Dhe ai nuk mund të prodhoj një linjë ta ketë për konsumatorin vendas, shqiptar, dhe një linjë ta ketë për konsumatorin europian. Jo, në mënyrë kategorike. Dhe ajo që dua të theksoj dhe t'i mëshoj fort, është që produktet ushqimore që eksportohen në vendet e BE-s analizohen për ato kërkesa që ka ai vend pritës. Se cili vend pritës që ne eksportojmë ka kërkesat e tij specifike, po një ndër kërkesat e veta specifike është që produkti të jetë i sigurt. Dhe që të jetë i sigurt, kush e konfirmon? Një raport provë laboratorike për sigurinë ushqimore. Faleminderit. Profesor, fjala për ju. Përshëndetje. Në radhë parë duhet të falenderoj organizatorët për ftesën që më bërë për të marrë pjesë në këtë takim shumë të rëndësishëm. Kënaqësi ishte që tash në mëngjes mësova që edhe vajza që më dërgoi njoftimin ishte ish studente e Universitetit Bujësor. Shpresoj që të ketë dhe ndonjë tjetër të tjerë këtu ish student. Edhe me këtë rast ju kërkoj ndjes se unë jam pension, nuk kam asnjë interes tjetër, por dua të theksoj një ngjarje shumë të rëndësishme që ka ndodhur ditët e fundit në vendin tonë, konkretisht në Universitetin Bujësor, dhe për merit të veçantë të kryeministit Shqipërisë, por dhe universitetit dhe rektori i Universitetit Fatbar Sallaku, dhe kam shumë besim që Universiteti Bujësor do jetë i pari universitet i shkencave bujësore në vendet e Ballkanit që do të ketë diplomat e BE-s. E shoh një gjë shumë të rëndësishme, edhe besojnë të ardhmen bashkëpunimi i ministrisë, sikur se ka filluar me universitetin, do të bëjë që edhe ato vështirësi që trajtoi këtu zëvendës ministri, do të hapasapi, do të besoj do të përmirësohet situata. Fatkeqësisht, unë 15 vjet e fundit kam qenë i brendshëm në universitet, shumë student kam piketuar që të mund të vazhdonin në bachelor, në master, në përpjekur me gjitha mënyrat, por mbarojnë, diplomohen ata më të mirët, ikin emigrim, është ky boshllëk shumë i madh. Ju them dhe një gjë tjetër që me Universitetin Baku të Vjenës, ne kemi pas bashkëpunim që në vitin 2008, edhe deri në vitin 2018 kemi pas projekte, shkëmbim studentësh, edhe është nga universitetet e mira, unë nuk di të them më i miri të vlerësuar në Europë. Por, sikur e përmendi dhe sikur se dhe kryeministri, ne na lidhin shumë gjëra me Austrinë, që tek mbështetja për shpalljen e pavarësisë, me sa di ishte nga vendet kryesore, ka pritur shqiptar, kanë ardhur austriak dhe vazhdojnë, dhe unë aktualisht mas daljes në pension drejtoj Qendrën e Resurseve Gjenetike të Bimëve, një organizatë jo fitimprurse, e krijuar në 2010, dhe gjatë tyre 15 vjetëve, të vetme mbështetje, donacion për ngritjen e infrastrukturës gjatë viteve 2020-2022 ka qenë një agjenci austriake, Grant. Tjerat pastaj, dhe jemi shumë mirënjohës që është krijuar i minimumi i kësaj qendre, që jo vetëm të flasim, po dhe të eksperimentojmë, të koleksionojmë, të demonstrojmë dhe të mbështesim sot fermerët. Zoti zëvendës ministër e tha që Ministria dhe Bujqësia është një hapësirë e madhe, edhe zonjat sigurisht në fushën e tyre i trajtuan çështjet dhe unë me të cilat them drejtën kam punuar gjithkohën, gjithë jetën në fushën e bujqësisë, i mirë kuptoj, është shumë e vështirë bujqësia, në kohën tonë i thonë shtëpi pa çati, apo jo, por edhe me hapjen janë krijuar shumë probleme, por që
besoj me angazhimin që ka kohët e fundit dhe me detyrimet që rrjedhin për antarësimin në Bashkimin Evropian, do të bën hapat e duhur. Tani kaloj tek pjesa më e vogël, domethënë që për cilën jam ftuar. Spari dua të më falni, po dhe të sqaroj një gjë teknikisht. Dikush e përmendi këtu nga parafolsjat, më duhet që Shqipëria realisht është një vend i pasur me pasuri bimore. Një vend kaq i vogël, shkencëtarët me kohë kanë përcaktuar, ka mbi 3250 specie. Pra, një vend kaq i vogël, një pasuri kaq të madhe. Tjetër, edhe në fushën e bimëve të kultivuara, gjithashtu që quhen resurset gjenetike të bimëve të kultivuara, është e pasur, i ka ruajtur e konservuar dhe vazhdon pjesërisht i përdor. Në këtë fush, mendoj që ka shumë për të bërë. Dhe ka dhe paqartësi, ka dhe padjeni, por do t'i lutesh sidomos media kur transmeton, do jetë mirë të konsultohet minimumi me një specialist të paktën. Se për shembull, farat autoktone është jo shumë e saktë. Ne kemi varietetet e bimëve. Se mirë fara, po molla, dardha, nuk është farë, është pemë. Jam varieteti, ai që transmeton tiparet. Pra, kemi varietetet autoktone, që janë me qindra vjetë dhe janë të kualifikuara dhe të mirë pranuara nga shkencëtarët. Kemi varietetet tradicionale, që mund t'jenë me origjinë tuaj, po kanë mbi 50 vjetë, dhe këto janë që flas janë standarde i ka përcaktuar shkenca botërore e kësaj fushe. Sikurse janë edhe varietetet e reja, që mund t'jenë varietete, mund t'jenë hibride, ato futen dhe do të futen vazhdimisht për qëllimet që ka bujësia. Por, po marrë vetëm një fshat në Shqipëri, mas e keni dëgjuar, kallmeti i Lezhës. Ka varietete mira vjeçare, ka fasuljen kallmet, ka ullirin kallmet, ka dhinë kallmet, ka edhe rrushi kallmet që e kanë pranuar me kohë shkencëtarët e botës. Kush është përfitimi i këtij fshati nga këto? Atëherë këtu duam ndihmën e promovimit, të mbështetjes, informimit, sigurisht edhe pjesës informatikës, po edhe mbështetje e atyre që janë të interesuar që të nxjerrin këtë markë, dhe të tregtohet të pra të punojnë me këtë markë. Ashtu sikurse përsërit, më falni që o them që duhet dhe pa kujdes me 3 kolegë austriak në vitin 2022, 2 profesoresha dhe 1 profesor, kemi shëtitur gjithë eksploruar zonën e Jugut edhe në Sarand, Gjirokastër. Por, për shembull, s'do të përmend emra në cilinve shkojmë në dyqanin e fruta perimeve, se për ato interesohemi. Edhe direkt dela i përpara, thotë, është bio kjo. Po bio ka standarde, kush e... Domethënë ka rregulla, më falni se si në çdo fush. Ose kjo është domate autoktone. Ajo që për slargu është hibrid holandes. Ai thotë ato, mirë, dhe vazhdojmë rrugën, duke buzëqeshur. Pra, të paktën, mendoj unë, në media, kur transmetohet, është mirë që të pyeten nëse si qëndron ky problem. Mund të ishte një ndihmë e madhe në fushën tonë. Gjithashtu, një gjë tjetër që mendoj, është shumë e rëndësishme që resurset gjenetike, pra varietetet autoktone, por dhe tradicionale, të njihen, të shumëzohen, të përhapen. Sigurisht rëndësishëm është angazhimi i brezit ri, aq sa do mundemi me këtë, por sot në botë, në Itali, në Amerikë, kanë gjetur dhe forma tjera për të marrë me këto. Së pari, shumë
jo vetëm të moshuar, po dhe në mosh pune, përshtunë, djelë dhe tjerë që janë aktiv, janë rikthyer në vendin e tyre dhe i mbjellin këto për familjen e tyre, por edhe më tej. Disa vende ju japin tokë edhe me qira minimale, ose edhe pa qira që të mund t'i kultivojnë këto. Përveç kësaj, edhe të tjerë që dëshirojnë, por veçanërisht tani ajo që është për cilën mendoj që do të mbështes dhe Ministria e Turizmit, edhe Ministria e Bujqësisë, për agroturizmet. Nuk është e drejtë që të gjithë kanë tabelën, japin reklamën, e flasin tabelën e madhe, agroturizmi, dhe vetëm me agro nuk kanë lidhje. Me ushqim, po, food mund të vëjë atje, po, s'ka. Të ketë paktën, jo 100%, disa produkte. Çfarë ka tradicionale sa autoktone? Ka domate, ka t'i ketë në tryezë, t'i ketë dhe në fusha, t'i ketë në tjetër, është duhet bërë. Ne e kemi, sipas mendimit tim, një model që nuk e kam parë asë një vendet e Ballkanit, mrizi zanave. Kanë furnur në Itali, kanë mësuar ata dhe i deklarojnë, i shkruajnë, por i kanë gjitha. Deri aty organizohet njerëzit më të pafuqishëm, më të pamundur të fshatit, shkojnë në male, grumullojnë produktet e egra, i dorëzojnë aty, kthehen mas 4-5 orësh, marrin parat, ikin në shtëpi. Përveç se atyre që ai prodhon në shumë zonë, sigurisht nuk besoj, s'mund t'i kenë gjitha, asnjë si ka që t'jenë autoktone e tradicionale. Por, mendoj që duhet insistojmë më shumë edhe duke kërkuar, por edhe duke i mbështetur financiarisht. Ashtu sikurse mendoj zoti zëvendës ministër që edhe strukturat varëse mund të mbështeten, edhe mund të kontrollohen, duhet të kontrollohen, por edhe të mbështeten më shumë që këtë aspekt që është e veçantë me cilën ne do të përfaqësohemi në BE, duhet të vlerësojmë edhe mund të bëhet brenda 3-4 viteve një kthes shumë e dukshme. Ju faleminderit. Faleminderit profesor. Unë dua t'i falenderoj nëse keni diçka për të thënë. I falenderoj panelistët për fjalët e tyre. Ju uroj suksesit gjithashtu. Këtu e mbyllim këtë panel. Faleminderit.